Si në mbarvendin edhe në Gjirokastër ka nisur vaksinimi i popullatës për mbrojtjen nga gripi sezonal. Aplikimi i saj ka nisur nga personeli bluzave të bardha si në sistemi parësor dhe atë spitalor. Në qendrat shëndetësore të 3 bashkive Gjirokastër, Dropull dhe Libohov janë shpërndar 6500 doza. Ka filluar me aplikimin e personelit shëndetësor, pra gjithë personeli shëndetësor e ka bërë vaksinën e gripit sezonal. Vazhdojmë me kategorinë tjetër të popullatës. Si vjet aplikimi i vaksinës së gripit ka filluar më herët dhe kjo është një gjë shumë e mirë pasi edhe efektiviteti i vaksinës është më i mirë dhe më i lartë duke u aplikuar te kategoritë që aplikojnë këtë vaksinë. Është shpërndar në të gjitha ambulancat, pra të gjitha ambulancat kanë vaksina të gripit sezonal, pasi aty janë të gjitha kushtet e domosdoshme për mbajtjen e vaksinave. Kështu që të gjithë personat që janë të interesuar për të aplikuar vaksinë e gripit mund të paraqiten pranë qendrës së tyre shëndetësore ose edhe në qendrat e tjera mund të ta aplikojnë, pasi kjo vaksinë është një vaksinë që aplikohet falas në të gjitha qendrat shëndetësore. Ndërsa rekomandohet për moshat mbi 6 muaj, drejtoresha e Qendrës Shëndetësore Gjirokastër, Drita Hine, veçon si më të riskuarat këto kategori. Vaksinimi i gripit sezonal rekomandohet për të gjithë qytetarët mbi moshën 6 muaj, po kryesisht për fëmijët që janë mbi 5 vjeç dhe që kanë probleme të sëmundshmërisë kronike. Kategoritë më të predispozuara që duhet dhe që rekomandohet që ta aplikojnë vaksinën e gripit janë personat me sëmundje kronike, kryesisht ato me sëmundje kardiovaskulare, me sëmundje diabetike, me sëmundje pulmonare, me azëm bronkiale, me spok, sëmundjet e veshkave, të mëlçisë dhe të tjera. Gjithashtu, kategori tjetër që rekomandohet që ta aplikojë vaksinën e gripit janë të gjithë personat mbi 65 vjeç me apo pa probleme. Rekomandohet të aplikohet edhe te gratë shtatzana, edhe tek personat që marrin preparate të ndryshme imunosupresor dhe që ulin rezistencën e organizmit. Aplikimi i vaksinës ofrohet edhe në banesa për personat që nuk kanë mundësi të lëvizin drejt ambulancave.